Në qarkun e Korçës jetojnë më shumë se 27.000 rom dhe egjiptian, pjesa më e madhe të cilëve jetojnë në kushte të vështira ekonomike. Një pjesë e tyre janë të vetpunësuar me punë të rëndomta, ndërkohë që një pjesë tjetër janë pa strehë dhe kalojnë netët në barakat improvizuara si shtëpi banimi. Romët dhe egjiptianët jetojnë në lagje periferike të qytetit të Korçës dhe merren me grumbullimin e hekurishteve, nga të cilat nxjerrin shumë pak të ardhura, që për ta janë të pamjaftueshme për të siguruar bukën e gojës. Me vështërsi shumë. Me kamje, me skamje. Kush të pyetash, ne romes na pyesi. Po punojnë djem po rroga të pakta, gjëra të shtrenjta, me borxhe po hamë. Me 100 lekë, ma pension nuk krem do të pa buk jam. Jam atë rabë, maj, shpin me të bidonat në kaçut. Ku të vete? Të vjes nuk vjet do. Çfarë të hamë? Ik futu aty brenda. Bje mi u be copë. Kam punuar 80.000 lekë pension marë. Çfarë të marrë me të 80.000 lekë unë? Ilaçe ta, bukna, gjelna, kapena, drita ta, ujta. Shko me domate me 3.000, shko me perka me 4.000, shko me ata me 5.000. Çfarë të hamë neve? Çfarë të bëj? Pension, 100.000 lekë marë, ku të sosin ata, vetëm për dritat e provë. Çfarë të ashtë? E njëjta situatë është me këtë komunitet edhe në qytetet e Pogradecit, Bilishtit dhe Maliqit, ndërsa ata kërkojnë më tepër vëmendje nga pushteti lokal dhe ai qendror.